Nuk ishin shpresë sepse aksidenti fatal, makina del nga rruga bie në pishin drejt tre adoleshent. Tre adoleshent në Francën jugore humbën jetën tragjikisht kur makina e tyre doli nga rruga dhe u përplas me një mur dhe ra fatalisht në pishinën e një banese aty pranë. Meqense automjeti ishte pothuajse në madhësi me pishinën, adoleshent të moshës 14, 15 dhe 19 vjeç nuk mundën të hapin dyert dhe u mbytën. Aksidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të mërkurës gjatë një nate me shira të rëmbyeshëm, raporton BBC. Është vërtet kulmi i tmerrit, tha prokurori duke shpjeguar se nuk kishte ndikimi i aksidenti që i vrau ata. Ata ishin përmbys në ujin e ngrirë, të pafat për të dalë. Ata nuk kishin shpresë, tha ai. Raportimet të pakonfirmuara sugjerojnë se 14 vjeçari ishte në timon të makinës. Prokurori tha AFP-s se aksidenti ishte rezultat i një serie rrethanash të pabesueshme. Makina u përplas me një mur të ulët në kopësht, u përmbys dhe përfundoi në pishinë, e cila ishte vetëm 1.5 metra e thellë. U deshën disa orë që të jepej alarmi dhe të thirreshin zjarfiksit për të zbarkuar, për të zbrazur pishinën dhe për të nxjerr automjetin. Në makinë u gjetën shishe me oksid azot, i njohur edhe si gazi i qeshës. Substanca përdorej për qëllime euforike pasi mund të shkaktojë një ndjesi relaksimi.